LSI është e bindur se në qarkun e Beratit do t'jetë forcë e parë ndaj presidentit zgjedhur, shpallë dhe objektivin. Nuk dua të dëgjoj më, do marrim 3, do marrim 4. Ne do marrim 5 deputet. Nga Berati metafoli dhe për disa të vërteta, të cilat larguan shqiptarët nga vendi dhe thelluan hendekun dhe pabarazinë sociale pasi sipas tij, oligarkët diktuan ligjet dhe së bashku me drejtues të rilindjes gjetën parajsën për 4 vite. Kemi parë se si bëhen akte ligjore dhe në ligjore, që oligarkët të fshin malet e borxheve që kanë ndaj OSHE-s dhe ndaj tatimeve. Ktheu kurrizin socialistëve sa po mori votat dhe u vë në shërbim të 5-6 oligarkëve të cilët drejtoni dhe i qeverin e Sali Berishës me vendimet që merrnin dhe që impononin dhe vetëm për këta të 6 dhe kërë të rilindjes, Shqipëria ishte një Eldorado në 4 vjetë. Shantazhuesit e votuesve të LSI si pret një ndërshkim pa mëshirë. Ndaj kandidati për deputet Nasip Naço u solli në vëmendje Zanica Ushin dhe keqpërdorimin që i bëri politika për të mbledhur vota. Gjithë atyre që do guxojnë të prekin dhe një fije floku të antarëve, simpatizantët të LSI-s, po u them, Zanica Ushi në burg dhe ai po pret zanër të tjerë. Ata që do guxojnë të prekin juve. Asnjë mëshirë për çdo drejtues policie dhe për çdo bandit që do të guxojë të bëj presion qytetarëve të Beratit dhe të Shqipërisë për votën e lirë. Bashkimi të Majtës ende është në shpresë që me votën edhe të socialistëve, LSI do të çojë përpara. Të gjithë socialistët, të cilët u injoruan, të cilët u poshtruan nga rilindja, e kanë alternativën e tyre, duke votuar LSI-n, votojnë për bashkimin e të Majtës.